Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Rama deklaron se çdo alternativë tjetër veç Partisë Socialiste e çon Shqipërinë drejt humnerës. Berisha paralajmëron bandat të mos prekin votën. Një shpërthim tritoli në hyrje në një apartamenti terrorizon banorët e një lagje në Elbasan. Policia deklaron se ngjarja u ineksua nga pronari. Këtë sezon veror, qytetarët do të kenë më shumë hapësira publike në plazhe, sipërfaqet menaxhohen nga bashkitë, kontrollen me roje për rritjen e sigurisë. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Edi Rama zhvilloi këtë të njëjtë takimin për mbylljes të fushatës në Bashkinë e Dimalit. Ai kërkoi votën për mandatin e 4, duke deklaruar se çdo alternativë tjetër e çon Shqipërinë drejt humnerës. Rama foli edhe për partitë e reja, të cilat i krahasoi me LSI-n, një forcë pengmarrëse. Çdo alternativë tjetër përveç Partisë Socialiste është një alternativë e rrezikut për të kthyer përsëri mbrapa drejt të njëjtës humner. Me këtë mesazh drejtuar banorëve, kryesocialisti Edi Rama zhvilloi sot takimin për mbylljes në Bashkinë e Dimalit. Rama tha se në total gjatë viteve të qeverisjes janë bërë gjysmë miliard euro investime, ndërsa premtoi se ka ende shumë punë për të bërë dhe prandaj i nevojitet mandati i 4. Njëri Bufi Knetës e keni dëgjuar, del thot në 12 maj do shkri SPAK-un, do shkri dhe platformën i Albania. Do me thënë, drejtësia do kthehet aty ku ishte, në kënetën e Bufit, që kur vriteshin njerëz poshtë dritares kryeministrit, prokurori nuk merrte dot në pyetje 3 drejtorë policie. Të tjerët që me demek janë të rinj, thonë, po që se na vjen ne në dorë kjo punë, do shkojmë në zgjedhjet parakohshme. Ndërkohë që ne na duhet të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian 2027. Gjatë prezantimit të programit, kreu i Seli Seroz ju bëri thirrje qytetarëve të Dimalit që të fokusohen në antarësimin në BE, ndërsa nuk la jashtë vëmendjes akuzat e opozitës për rritje të shifrave të papunësisë. Ka shumë njerëz që thonë që shifra e ulët e papunësisë vjen nga që kanë ikur njerëzit. Lere pastaj ata që thonë që kanë ikur 1 milion njerëz, se kjo është një nga shpifjet më të mëdha të Kënetës, dhe për herë të parë ne kemi një papunësi me një shifrore 8.8%. Për Ramon, partitë e reja nuk kanë asgjë më tepër se LSI-ja. E kishim një ndjes pas LSI që na ungatruar në përkëmbë dhe u kthye në nyje, në fyt për shqiptarët, edhe themi shqyqyr shpëtuam nga këta pengmarrësit e vegjël, dalin të tjerë thonë do shkojmë zgjedhje parakohshme, kuptoni ju? Lideri i opozitës paralajmëroi bandat se nëse prekin zgjedhjet do të shpallen organizata terroriste. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përmendi një emër prej eksponentëve të rrezikshëm të botës së krimit në Elbasan. Sipas tij, Suel Çela po bën fushat për njërin nga kandidatët e Partisë Socialiste në këtë qark. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shpjegoi programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore Librazh dhe Belgj, duke u bërë apel qytetarëve që me votën e tyre të ndryshojnë qeverisjen në Shqipëri. Berisha premtoi se prioriteti i Partisë Demokratike pas 11 maj do të jetë lufta kundër varfërisë, duke vendosur brenda 3 muajve të parë të qeverisjes minimumin jetik prej 200 eurosh. Me programin ton, ne do u rikthejmë parat qytetarëve shqiptar dhe se çdo pensionist brenda 100 ditëve të para nuk do ketë kur një pension ndën 200 euro. Për te shpjegimit programit, Berisha në Librazh akuzoi Suel Çelën, i cili është pallur në kërkim për vrasje, trafik droge e disa vepra të rënda penale, se po mbledh vota për një prej kandidatëve të Partisë Socialiste. Sipas Berishës, Suel Çela është përplasur edhe me një prej bashkëpunëtorëve të ministrit Auland Balla. Para 10 ditësh, Sueli ja bëri për spital shoferin. Ta u burreci e qepi gojnë nda njeriut që kishte patur vite shofer. Ja theu koskat sepse nuk mbështeti Sara Milen. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha paralajmëroi krimin organizuar të mos përfshihet në fushat elektorale. Qytetarët Librazhit janë njerëz të lirë, duhet ndëshkoni
këtë bandë në votën tuaj. Dhe u garantoj ju se Suelin dhe Suel si a ju do shpallën terrorist me datën 12 maj. Një paralajmërim të ashpër për krimin organizuar artikuloi dhe drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit Tomor Alizoti. Mos harroni që ne kemi mundur baballarët tuaj, që kishin tanke, kishin ushtri e kishin polici. Juve do t'ju ham të gjallë nëse prekni demokratët, ju që doni të shkatërroni Shqipërinë, ju analfabet, ju maskarej, do t'ju ham të gjallë. Lideri i opozitës Sali Berisha paralajmëroi se për çdo vot që tjetërsohet, përgjegjësit do të dënohen me 1 vit burg. Hetuesit kanë gjetur gjumë të autorëve të plagosjes së 4 fish në Lundër. Bëhet fjalë për disa sende që besohet se i përkasin personave të përfshirë në atentat. Ato janë dërguar në laborator ku janë përfituar gjurmët e ADN-s. Pinca, një shall dhe disa mjetet e tjera pune janë sendet që policia e Tiranës shpreson se mund të ndihmojnë hetuesit për zbulimin e identitetit të autorëve të dyshuar të atentatit me 4 të plagosur në Lundër, ngjarje ndodhur mbrëmjen e 17 prillit. Në këtë atentat, 2 prej të plagosurve ishin të mitur. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se sendet e gjetura shumë pranë vendit të atentatit dyshohet se mund t'i përkasin autorëve. Pasi janë dërguar në laboratorin e policisë shkencore, mbi këto sende janë gjetur 17 profile mikse ADN, ku 2 prej tyre janë profile të pastra dhe të plota. Kjo është një dritë jeshile për efektivet, pasi lënia gjurmeve mund t'i drejtojnë ata drejt zbulimit të personave që qelluan me breshëri plumbash në drejtim të mjetit luksos tip G-klas në pronësi të familjes së biznesmenit Demiraj. Mjeti drejtohej nga shoferi i familjes, i cili mbeti plagosur. Plumbave nuk i shpëtuan as 2 fëmijët e mitur të familjes, përkatësisht 17 dhe 11 vjeç, ndërkohë i plagosur mbeti dhe pasagjeri tjetër fqinjë i tyre 19 vjeçar. Burimet shtojnë se këto profile pritën të verifikohen nëse u përkasin apo jo autorëve, edhe përmes krahasimit me të gjitha ADN-t që laboratori ka në dispozicion për të gjitha ata persona që janë përfshirë më parë në aktivitete kriminale. Mister ende mbetet shënjestra atentatit. Grupi hetimor ende nuk e ka të qartë se kush ishte shënjestra, nëse ishte pikërisht biznesmeni Demiraj apo ndonjë person tjetër që banon në zonën e vilave në Lundër dhe disponon mjet të ngjashëm me makinën ku po udhëtonin 4 të plagosurit. Policia dyshon se autorët kanë qenë 2 persona, të cilët pasi kanë qelluar me plumba janë larguar me motor në drejtim të Elbasanit, duke humbur gjurmet në zonat rurale të Tiranës. Plumbat madje preken dhe një automjet që po lëvizte pranë zonës, ku pronari i saj bëri denuncimin e polici. Në zonën e Mulletit blu gjetën një motor të djegur, i dyshuar se është përdorur nga autorët. Në dëshminë e dhënë para hetuesve, personi arrestuar si bashkëpunëtor për vrasjen e rojes në Vlorë mohoi çdo lidhje me krimin. Ai pranoi se autori përdori makinën e tij, por ai vetë nuk kishte dieni. Eris Mehmetaj, arrestuar 2 ditë më parë për vrasjen e rojes 58 vjeçare Renato Hoxha në Vlorë, ka mohuar para policisë të ketë lidhje me ngjarjen kriminale. Ai ka pranuar se automjeti që është zbuluar përmes kamerave të sigurisë është në pronësi të tij, por ka shtuar se ja kishte lënë për përdorim një miku të tij, pasi ky ja kishte kërkuar dhe se nuk ka dieni se për çfarë është përdorur më pas makina. Pavarësisht kësaj, Eris Mehmetaj është lënë në burg nga gjykata e Vlorës, i dyshuar për përkraje të autorit të krimit dhe sigurim të kushteve për kryerjen e vrasjes së Renato Hoxhës. Nga hetimet e deritanishme, policia dyshon se automjeti mund të jetë shmontuar në ndonjë pikë skrapi apo servis, ndaj po zhvillohen hetime dhe në këtë drejtim. Mehmetajt ju sekuestroi edhe celulari që pritet të zbardhë të dhëna të tjera për vrasjen e Hoxhaj. Policia gjithashtu përmes kamerave të sigurisë ka edhe pamjet e autorit, por identiteti i tij nuk dihet pasi ai mbante një kapele dhe një maskë. Ekzekutimi i rojes 58 vjeçar Renato Hoxhaj besohet se është porositur nga një grup kriminal shqiptar me bazë në Dubai. Gjithashtu dyshohet se 58 vjeçari shërbente si informatori një grupi kriminal në kohën kur u ekzekutua Gëzim Sinomataj një vit më parë në Vlorë. Një sasi eksplozivi që shpërtheu gjatë natës pranë një pallati në Elbasan shkaktoi dëme materiale ndërsa terrorizoi banorët. Policia bëri me dije se Tritoli ishte vënë nga vetë pronari i shtëpisë me qëllim për të përfituar azil në një shtet evropian. Një shpërthim Tritoli tronditi lagjen Partizani në Elbasan. Pak pas mesnatë në afërsitë të një bloku banimi përgjatë rrjedhës së opërojit të Zaranikës shpërtheu një sasi eksplozivi e vendosur në oborrin e pallatit afër hyrjes së një apartamenti. Banesa së cilës ju vu Tritoli rezulton në pronësi të Arbër Pepa, i cili në momentin e ngjarjes nuk ka qenë në shtëpi.
Nga shpërthimi ka patur thyerje të xhamave të drejtareve të disa apartamenteve. Banorët thonë se janë trembur nga shpërthimi i fortë. Kur dëgjuam një krismë shumë e fortë. Thamë çfarë u bë kështu, thamë ndonjë zjarre, ndonjë diçka, thamë ç'u bë si. Kur dolëm të shikovi, në kishte dritat, nisnin dritat, se kështu çfarë ishte. Po vjen ndonjë branda. Xhamat komplet, ja, këto që shikon, kaq është dëmtuar. Kush jeton këtu poshtë? Këtu poshtë jeton një burr ashtu, me një fëmijë dhe me gruan. Po ata ikën më akşam. Tu në shtëpia ime në atë fe, ka 4 nuk atë, jo si unë fa që ka plasa, hajnë e bongo, O trembët normalisht. Aj që tremër sa shka kushkan, ora 11 qaj të bjen gjumë. Menjëherë policia nisi hetimet dhe arriti të zbuloj brenda pak orëve se ngjarja ishte inskenuar nga veti zoti i shtëpisë Arbër Pepa në bashkëpunim me NIP-in, me qëllim përfitimin e azilit në një vend të Bashkimit Evropian. Arbër Pepa dhe NIP-i i tij tashmë janë arrestuar nga policia. Një aksident me pasojë vdekje në një gruaje 43 vjeçare ndodhi gjatë natës në aksin rrugor Korç-Pogradec. Një makinë përplasi për vdekje gruan, nënë e 3 fëmijëve. Policia është njoftuar nga vetë drejtuesi i automjetit, i cili është munduar edhe të japë ndihmën e parë 43 vjeçares. Ndërkohë edhe në aksin rrugor me Malia i Mallakastër, në afërsi të fshatit Qesaret, një 71 vjeçar humbi jetën pasi motomjeti me të cilin udhëtonte doli nga rruga. Qytetarët do të kenë më shumë hapësira publike në plazhet gjatë muajve të verës. Sipërfaqet që do të menaxhohen nga bashkitë do të jenë të pajisura edhe me roje plazhi me qëllim rritjen e sigurisë. Gjatë këtij sezoni veror, përpushuesit do të ketë më shumë hapësira publike plazhi në dispozicion. Ajo që është vënë re në fakt dhe aspekti pozitiv i ndryshimit edhe të njësër rregullash edhe kriteresh ka qenë që është përmbysur më në fund raporti i parcelave publike me ato që do të menaxhohen nga subjektet private. Sot që flasim kemi mbi 1000 parcela të destinuara për plazhe publike, për audienca dhe për pushues, të cilët do t'i përdorin ato lirshmërisht në të gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë. Plazhet publike do të kenë tabela sinjalizuese, roje bregdetare dhe në disa raste edhe shezlong në varësi të menaxhimit që do të bëjnë në terren secila bashki bregdetare. Natyrisht që ka një rregullore bazike edhe për stacionet e plazhit publike të cilat menaxhohen nga njësitë vendore, të cilat si kritere bazë kanë kushtet e higjieno-sanitare, mirëmbajtjen, pastërtinë e plazhit, por do të kenë tabela sinjalizuese se ku dhe se si zhvillohet plazhi, përfshirë këtu edhe rojet bregdetare të cilët do të jenë në mbikëqyrjen e këtyre plazheve. Kemi patur dhe vitin e kaluar disa plazhe model të vendosura në bregun e Shkodrës, apo në të Lezhës, apo dhe të Sarandës, ku u krijuan plazhe të menaxhuara nga bashkit dhe që patën do të thoja unë një sukses të mirë, një relevancë të kënaqshme për gjithë pushuesit, sepse krijuan kushte komode dhe me shezllone dhe me çadra. E drejta për të caktuar një tarif minimale për pushuesit për shfrytëzimin e hapësirave publike të plazhit i është lënë secilës bashki sipas nevojave për mirëmbajtjen e tyre. Duke filluar nga kjo e inte, ka hyrë në fuqi marrëveshja për lëvizjen e lirë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ky hap lejon qytetarët të kalojnë kufirin pa ju nënshkruar kontrolleve për pjesën më të madhe të vitit. Marrëveshja e nënshkruar nga qeveritë e Kosovës dhe Shqipërisë parashikon që qytetarët mund të lëvizin lirshëm gjatë periudhës nga 1 maj deri në 30 shtator dhe nga 1 nëntori deri në 28 shkurt. Gjatë muajve të tjerë, kalimi kufitar bëhet me procedura të përshpejtuara. Lëvizja e lirë synon të nxjisë zhvillimin ekonomik, turistik dhe të forcojë bashkëpunimin mes dy vendeve. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.